تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe ka e devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një dhe I vetëm, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij, si dhe të gjithë ata që ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë Ti I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar Ti, në të vërtetë Ti I gjithdituri, I urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë në tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me lejen dhe me ndihmën e Allahut me shpjegimin e librit Usulul Iman, bazat e imanit, të autorit Sheikhul Islam Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi, I cili ka lindur në vitin 1115 dhe ka vdekur vitin 1206 të Hijretit. Allahu e mëshiroft atë dhe e falt atë, na falt ne prindrit tan dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Besoj se jemi në temën e fundit këtij libri të dobishëm dhe të vyeshëm, I cili, siç e keni parë, është libër me hadithe. Domethënë, është vetëm përmbledhje e haditheve në tema të ndryshme të akides. Dhe në temën e radhës, autori rahimahullah thot bejan fadilati husni el khuluq. Domethënë sqarim për vlerën e moralit të mirë, moralit bukur. Thot në hadithi që është numër 134, thot wa an Abi Tha'labah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqa. Ka thënë, pra transmeton Abu Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu se I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, më I dashuri prej jush tek unë dhe më I afërti me mua në ditën e gjykimit është do të jenë më të afërt, domethënë do të jenë ata me moralin më të bukur. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni masawi'ukum akhlaqa. Dhe më I urryeri tek unë dhe më I largti prej meje në ditën e gjykimit do të jetë ai njeri që ka moralin e keq. Ath-thartharuna al-mutashaddiquna al-mutafayhiqun. Do të thonë ata që me thonë me një fjalë llomotitësit, që vetëm flasin, vetëm zgjerohen fjalë dhe vetëm thellohen në tema të lloj-llojshme. Thot autori, transmeton Bejhaqiu në Shu'abul Iman, edhe gjithashtu thot edhe Tirmidhiu, po ashtu e transmeton nga Xhabir radhiyallahu anhu. Pra, ky hadith, njëherë tema, siç e shihni, do të thënë ne kemi pa këtu se tema e librit është akidja. Fillon me besimin në Allahun, për emrat dhe cilësitë e Allahut, për diçka tjetër prej shtyllave të imanit, edhe po ashtu në veçanti nga fundi, do të thënë ka tema për menhexhin e ndjekjes të Kuranit dhe Sunetit dhe ndjekjes selefit, largim prej bidatit e kështu me radhë, dhe në fund librit e ka sjell këtë temë që ka të bëjë me moralin.
Dhe ky nuk është dietari vetëm, Muhammed ibn Abdul Wahhab, që e ban këtë. Kjo vërehet shumë te dietarët e Islamit, do të thënë të gjithë dietarët e umetit kanë shkruar libra të lloj-llojshëm, libra të hadithit, libra të fiqhut, libra të akides, dhe patjetër në fund ose brenda librit e kanë futur edhe temën e moralit. Për shembull, siç është libri Bulughul Maram, që është libri i hadithit, por do thotë i renditur sipas temave të fiqhut, për normat e shariatit. Gjithashtu, do të thënë në fund ka tema të veçanta që kanë bëjnë vetëm me moralin dhe sjelljen, me etikën. Gjithashtu në librin të Sheikhul Islam ibn Taymiyas, që e kemi lexuar bashkarisht, Al-Aqidatul Wasitiyya, do të thënë bëhet fjalë për sqarimin e akides, edhe duke u zgjeruar më shumti në pjesën e besimit në emrat dhe cilësitë e Allahut dhe shtylla të tjera të imanit. Në fund e ka një temë të gjerë gjithashtu për moralin. Edhe kështu, do të thënë shumë prej dietarëve, edhe Imam Buhari në Sahihun e tij ka libër, do të thënë kapitull të veçantë që quhet libri i etikës, edhe pastaj ka edhe një libër të veçantë tjetër jashtë Sahihul Buhari, që gjithashtu është libri i etikës, mirëpo e kanë emërtuar El-Adab El-Mufrad, do të thënë etika që është në veti, jo brenda Sahihul Buharit. Dhe kështu dietarë të shumt, do të thënë kur sqarohet akidja, kur sqarohen normat e shariatit, fiqhu, do të thënë dispozitat e fesë, patjetër se këtu përfshin edhe çështjen e moralit, që do të thonë se mësimi i diturisë, mësimi i akides, përmirësimi i besimit edhe përmirësimi i veprave duhet të ketë një rezultat të dukshëm, që është përmirësimi i moralit të tërësishëm, sepse çështjet e akides edhe çështjet e veprimeve, do të thonë veprave të përditshmërisë së muslimanit duhet patjetër ta përmirësojnë realitetin e zemrës, ta përmirësojnë zemrën, dhe përmirësimi i zemrës është fokusi kryesor i besimtarit. E përmirëson zemrën me akide, duke filluar me tauhid, edhe me çështje tjera, me shtyllat e imanit, me besimin në Allahun, do të thënë besim të plot sipas të saktës në emrat dhe cilësitë e tij. Pra kur mësohen emrat dhe cilësitë e Allahut, nuk është qëllimi vetëm t'i dim argumentet se si të polemizojmë dhe debatojmë me ata që janë të devijuar. Por kur e mësojmë cilësinë e shikimit, kur e mësojmë cilësinë e dëgjimit dhe kur mësojmë emrin se Allahu është mbikëqyrës, do të thonë patjetër ajo duhet të ndikojë në zemër dhe në moralin e njerëzit, duke ditur se Allahu të shën secilin vend, se Allahu dëgjon çdo gjë, se Allahu e di kur i mëson argumentet dhe shpjegimet dhe detajet për cilësinë e diturisë, se Allahu është i gjithdijshëm dhe di çdo gjë që është në thellësitë e krijesave, edhe ajo që është e dukshme për krijesat dhe ajo që është e fshehtë, me do e mos duhet kjo të ndikojë në moralin, sjelljen, në zgjedhjen e fjalëve, në zgjedhjen e veprave. Kur e mësojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe dëgjojmë se gjithmonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porositur për takwa, do të thonë që njeriu të ruhet nga shikimi i Allahut, që mos shfaqet dikun ku Allahu zemrohet që ta shoh robin e tij, mos flasë fjalë që Allahu zemrohet kur i dëgjon prej robit të tij. Do të thonë patjetër mësimi i akides, edhe mësimi i sunetit, mësimi i fikhut, do të thonë veprimit veprave sipas Kuranit dhe sunetit, patjetër duhet të ndikojë në përmirësimin e zemrës dhe sjelljes, etikës së njeriut. Dhe kur e mëson gjithashtu njeriu rëndësinë e pasimit të selefëve, do të thonë duhet të kemi shembull rrugën e sahabeve dhe tabiinëve dhe pasuesve të tyre, patjetër duhet veprat e tyre
morali i tyre, takvaja e tyre duhet të jetë shembull që duhet të ndiqet. Edhe këtë, domethënë nuk është Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab i pari që e ka futur temën e moralit në librin e akides. Libri hadithit, domethënë sipas temave të akides, por kjo ka qenë gjithmonë të dietarët e këtij umeti dhe ata janë shembulltyra jonë për përmirësimin e brendësisë dhe për përmirësimin e moralit të vërtet. Pra, moral, kur thuhet këtu me që përmendet morali i bukur, nuk është moral vetëm shfaqja e jashtme, vetëm buzëqeshja e fytyrës, ose ulja e zërit, ose domethënë ndonjë formë e veçantë e të ecurit nëpër rrugë, por morali është me të vërtetë përmirësimi i brendësisë së njerëzit. Domethënë që ta përmirësoj zemrën, ta pastroj me sinqeritet, që të jetë fjalët që i thot, veprat që i bën, mendimet që i ka të jenë të sinqerta për Allahun subhanahu wa taala. Duke ditur se ato mendimet që i ka, planet që i ka në zemër njeriu, ato janë të dukshme te Allahu, edhe pse janë të fshehta për krijesat. Edhe mos flasim nëse bën thurr plane me dikant tjetër në mënyrë të fshehtë. Ajo padyshim se është edhe më qartë për ne se është e dukshme për Allahun, mirë po edhe ajo që përshpritet në zemër brenda, pa e shfaq njeriu me gojë as me vepër, ajo e gjitha është tek Allahu e dukshme. Do të thënë e dukshmja dhe e fshehta për krijesat tek Allahu është njësoj. Nuk ka dallim, do të thënë ato të gjitha i di Allahu dhe nuk mungon prej diturisë së tij asgjë. Do të thënë përmirësimi i zemrës me sinqeritet, me pastërti, do të thënë pra pastrimi i zemrës prej njollave të shirkut, pastrimi i zemrës prej gënjeshtrës, pastrimi i zemrës, do thotë prej synimeve të këqija ose interesave ose mendjemadhësisë, vetpëlqimit. Kjo patjetër duhet të jetë fryt i mësimit të akides. Kur e mësojmë akiden selefie që jemi mirënjohës dhe falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na ka mundësu ta mësojmë dhe ta ndjekim, patjetër kjo akide selefie duhet të bëj moral selefi. Patjetër, do të thonë, të jetë pra zemra e pastruar me këtë akide, edhe atëherë të bëhet gjithashtu zemër trime, do të thonë të ketë trimëri për thënien e të vërtetës, për përkrahjen e të vërtetës, të ketë çiltërsi dhe pastrim nga animet për interesa ose për grupe kështu me radhë, por i gjithë synimi, të gjitha fjalët dhe veprat të jenë vetëm për Allahun subhanahu wa taala, vetëm me atë që e kënaq Allahun e lartësuar. Atëherë, padyshim se morali përmirësohet. Ky duhet të jetë synimi ose përpjekja e njeriu për këtë përmirësim. Dhe atëherë kur e ka këtë, do të thënë, kur e ka parasysh për shembull edhe këtë hadith ku thotë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbakum ilayya. Pra më i dashuri prej jush tek unë në dunja, kush ka qenë më i dashur për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Padyshim flitet për sahabët. Edhe ne flasim për njerëz që e kanë tauhidin dhe e kanë pasimin e sunetit. Kush është më i dashuri tek ne, duke e ndjekur të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam? Është ai i cili e ka moralin më të mirë. Wa aqrabakum minni yawm al-qiyamah. Edhe më i afërti me mua, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ditën e gjykimit. Kush është ai prej nesh që nuk dëshiron të jetë sa më afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Do thënë për të arritur afërsinë dhe lartësinë në xhennet, pra duhet ta dimë se cili është ai që do të jetë më i afërt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë ahasinukum akhlaqa. Do të thënë do të jenë më të bukurit me moral, ata që e kanë moralin më të bukur. Edhe e kundërta, ai që është më i urryer për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, më i urryeri në dunja, do të thënë është një njeri i cili ka në zemër moral të prishur, do të thënë ka tradhti, ka fjalë të pahishme, do të thënë gojë të fliqur,
sjellje të pahishme, tradhti, gënjeshtër ose zhgënjim të vërtetës në momentin kur duhet të përkrahet dhe të ndihmohet e vërteta dhe njerëzit e vërtetës. Dhe kështu, domethënë prej moraleve të këqija, ai është më i urryeri për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ai do të jetë më larg pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ahiret. Edhe ka dhënë një shembull. Pra kjo është sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë nivelin më të lartë të moralit. Ka qenë në nivelin e përsosur të moralit njerëzor. Nuk ekziston një njeri tjetër nga i gjithë njerëzimi që domethënë është aq i përsosur në të gjitha aspektet e moralit si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë ka domethënë këtë tezkia ja ka dhënë Zoti i tij subhanahu wa taala. Ka thënë wa innaka la ala khuluqin azim. Domethënë ti je me moral madhështor. Dhe përndryshe do thotë në dietarët e tefsirit thonë se fjala khuluq këtu është për qëllim feja. Domethënë ti je me fe madhështore. Feja e Allahut, i gjithë Islami, me akiden dhe me pasimin e sunetit dhe me veprat dhe normat e shariatit, është emërtuar me fjalën khuluq, domethënë moral. Pra gjithë feja jon, besimi, fjala la ilaha illallah, kuptimi i tauhidit, se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, prej këtu edhe deri në fund, deri te largimi i pengesave prej rrugës, e gjitha kjo është feja e Allahut, edhe gjitha kjo është moral. Domethënë edhe tauhidi është moral, edhe pasimi i sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me pastërti, me çiltërsi, domethënë gjithashtu është prej moralit. Edhe prandaj edhe ka sjell edhe shembull, domethënë një herë duke filluar nga fjala la ilaha illallah. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam imani është 70 e disa deg, më e larta është la ilaha illallah. Pastaj tjetra që është përmendur është një sjellje e moralit. Domethënë largimi i pengesave nga rruga e njerëzve të tjerë. Domethënë nëse ti ke kalu, edhe shes se ka mundësi kjo të pengoj të tjerëve, pra kjo është pjesë e imanit, pjesë e moralit. Dhe turpi, gjithashtu, që është një prej bazave të moralit, po ashtu është pjesë e imanit. Edhe wal haya'u shu'batun min shu'abil iman, domethënë gjithashtu edhe morali, pra turpi është një prej degëve të imanit. Edhe pa dyshim, pra gjithë feja është moral. Wa innaka la ala khuluqin azim. Domethënë ti je me moral madhështor. Dhe ka thënë Allahu subhanahu wa taala, fa bima rahmatin min Allahi linta lahum. Domethënë nga mëshira e Allahut ti ishe i butë me ta. Edhe kjo është një prej cilësive të moralit. Dhe thotë walau kunta faddan ghalidh al-qalbi lam faddu min hawlik. Por të kishe qenë i ashpër dhe me zemër të vrazhd, me moral, domethënë jo të mirë, do të ishin largu njerëzit. Edhe ky ajet duhet të jetë një prej bazave të menhexhit të thirrjes son, të davetit. Domethënë shembulli ynë është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka thënë butësia jote është për shkak të mëshirës së Allahut. Domethënë ai njeri të cilit Allahu i ka dhuru butësi për në thirrjen fenë e Allahut, domethënë se është nga mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Nëse kishte qenë domethënë fadhën, pra me fjalë të ashpra, të rënda, me sjellje domethënë larguese, edhe kjo do të thotë se nuk janë prej mëshirës së Allahut për robin. Nëse e kishe pas këtë ghalidh al-qalb, me zemër të vrazhd, që mos durohet askush edhe me njëherë të largohet, domethënë dikush nëse bën ndonjë gabim ose lëshim ose edhe një tmet, atëherë lën faddu min hawlik. Ata të gjithë do të ishin larguar prej teje dhe nuk do ta kishin pranuar thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kjo dhe ne me dhunti nga Allahu, domethënë jemi mirënjohës ndaj mëshirës dhe mirësisë së Allahut. Allahu na ka bërë, domethënë që ta përfaqësojmë dhe ta bartim të njëjtën thirrje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, patjetër duhet ta kemi të njëjtën rrugë dhe të njëjtin moral
të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë rrugën e tij ta ndjekim atë. Kurse arritja e nivelit të tij është temë tjetër. Dhe kur ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë ata që janë me moral të keq janë më larg prej tij në ditën e gjykimit, ka dhënë shembull, i ka thonë këto 3 cilësi të atyre që kanë moral të keq ose të dobët, ath-thartharun, al-mutashaddiqun, al-mutafayhiqun. Këto të trija këto fjalë, domethënë lidhen me të folurit, me gojen. Domethënë tharthar, njeri lafazan ose domethënë si thamë më herët, domethënë që ai që flet shumë, ai që zgjerohet shumë në fjalë, do thotë bëhet një çështje, një mosmarrëveshje e vogël, edhe zgjeron temën nga lindja deri, domethënë në këtë moment të jetës, i përmend gjitha gabimet ose lëshimet ose rrëshqitjet. Domethënë është zgjerim mutashaddiq, edhe mutafayhiq, ai që i jep shumë gojës sepse i thonë, domethënë gjitha këto e kanë kuptimin e mbushjes. Domethënë ai që e ka gojen plot me fjalë. Domethënë nëse fillon me atë domethënë ndonjë kundërshtim e ka plot. Nuk i mungojnë, mashallah, fjalë, domethënë të shumta. Kurse e dini kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë për atë person bi'sa akhul ashira, domethënë njeri i keq. Edhe ka thënë njerëzit me pozitën më të keqe në ditën e gjykimit tek Allahu do të jenë ata të cilëve njerëzit u largohen duke u friksuar prej gojës së tij. Domethënë ka njerëz që ka ndonjë njeri që njerëzit ruhen, thonë mos hyn me ta në bisedë se ka gojen, domethënë pastaj nuk shpëton prej gojës së tij. Pra këto janë prej këtyre cilësive të fllihshta që na ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu në një, domethënë vargjet poezisë, وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب واحفظ لسانك واحترز من لفظه فالمرء يسلم باللسان ويعطب. Domethënë, mati fjalët, pesoj kur të duash të flasësh dhe mos u bëj therthar, domethënë llafazan i madh që në secilën lugin ke ti fjalim. Domethënë kudo që hyn, kudo që drejtohesh, patjetër ti të kesh fjalim, ruaje gjuhën dhe ki kujdes prej fjalëve të tua, sepse njeriu për shkak të gjuhës shpëton ose pengohet, rrëzohet. Domethënë për shkak të asaj që e nxjerr nga goja e tij. Po interesant është mutashaddiq, domethënë shidq i thon faqes arabisht. Dhe mutashaddiq i thuhet atij që i ka fry faqet, për shembull duke ngrënë, pra është edhe me fjalë, ka njerëz që i kanë, domethënë i fryen faqet nga fjalët e shumta, nuk është prej cilësive të mira. Pastaj në hadithin e radhës thot وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. Thot nga Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu transmetohet, thot se ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, nuk do të vi dita e gjykimit derisa të dalin njerëz të cilët han me gjuhët e tyre siç ha lopa me gjuhë. Edhe këtë hadith më thënë e transmeton Ahmedi dhe Abu Davudi dhe Tirmidhiu. Edhe ky hadith gjithashtu paralajmëron nga fjalët e shumta, të folurit e shumt, dhe sidomos për lëvdat ndaj njerëzve për përfitim. Më thënë qëllimi është që ka njerëz që me gjuhën e tyre mundohen të mbledhin për të ngrënë. Si lopa që e mbledh barin me gjuhë,
Ky hadith ka një shkak që ka transmetuar Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, se Sa'd ibn Abi Waqqas është një prej 10 të përgëzuarve me xhennet, prej sahabeve të afërt të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e ka pranuar Islamin herët dhe ka marrë pjesë në të gjitha luftrat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe ka qenë njeri që i është pranuar lutja, sepse është në hadith ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me kuptim, do të thonë, o Allah, kur të lutet Sa'di, pranoja. Dhe ka raste të shumta që janë transmetuar kur është lut Sa'd ibn Abi Waqqas, është pa, do të thonë, përgjigjja e lutjes me një herë. Ka qenë gjithashtu që edhe pasuri ka pasur dhe ka ndihmuar Islamin edhe me pasuri, dhe është i fundit që ka vdekur prej këtyre 10 të përgëzuarve me xhennet. Dhe kur ka qenë i smur, nëse nuk gaboj, ka ardhur djali i tij, ka pas një kërkesë nga babai i vet, dhe ka filluar ta lëvdoj babain e tij, do të thonë ka fol fjalë të mira, edhe ka bërë një hyrje, do të thonë përpara se ta tregoj kërkesën, dhe i ka thënë Sa'di, ti tani u bëre më larg arritjes së kërkesës tënde se sa para se të flisje. Edhe u bëre tani më i urryer tek unë se para këtyre fjalëve. Do të thonë, kjo lëvdata në fillim ishte për kërkesën, për këtë interesin. Edhe atëherë ka përmendur këtë hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se do të jetë para kiametit, pra do të ketë njerëz të cilët han me gjuhët e tyre. Do të thonë, me fjalë, flasin fjalë prej cilave duan ndonjë përfitim prej të mirave të dunjas. Dhe ka krahasuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këta njerëz i ka krahasuar me lopën. Sigur lopa kur kullot e nxjerr gjuhën në fillim. Edhe ka njerëz që për të mundohen, do të thonë, të thurin fjalë të bukura, sidomos për të pasanikët ose të pushtetarët, do të thonë, shkojnë edhe thurin lëvdata që të jenë të dashur edhe të fitojnë prej të mirave të dunjas. Do të thonë, në këtë aspekt e ka krahasuar me lopën, edhe në aspektin tjetër kanë përmendur dietarët se krahasimi është se nuk zgjedhin nga të mirat e dunjas. Si lopa, kur mbledh atë barin me gjuhë, nuk zgjedha, ka aty, do të thonë, barnishta të ëmbla ose të tharta ose të hidhura, ose mund të ketë gjemba, do të thonë, nuk e zgjedh. Edhe këta njerëz që duan vetëm të mbledhin të mirat dunjas, a është me halal ose haram ose do thotë me shitje të fesë, ose do thotë me rëndësi vetëm të mbledhin. Edhe kjo është padyshim prej cilësive më të ulta të moralit, pra nuk duhet të jetë njeriu që t'i ketë fjalët për të fituar të mirat të dunjas. Pastaj në hadithin e radhës thot, wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma marfu'an. Do të thonë, transmetohet nga Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, se nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thonë hadith marfu', se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yubghidu al-baligha min ar-rijal alladhi yatakhallalu bi lisanihi kama tatakhallalu al-baqaratu bi lisaniha. Do të thonë, Allahu i urren oratorët ose llafazanët prej njerëzve, prej burrave, të cilët përtypen me gjuhën e tyre siç përtypet lopa. Do thotë, nxjerrin fjalë, do të thonë, përdorin vazhdimisht gjuhën. Ka njerëz që kanë arritur oratori dhe, do të thonë, gojtari, si thuhet, pra din fjalë, dhe këto fjalë janë për synime të dunjas, për përfitime të dunjas, për t'u bërë i dashur, për t'i bërë lajka, do të thonë, njerëzve me pozit ose njerëzve me pasuri, edhe u ngjasin gjithashtu lopëve, si lopa që e nxjerr ushqimin përtypet, ose e mbledh ushqimin me gjuhë. Do të thënë, në këtë mënyrë ka njerëz që e përdorin oratorin ose këtë aftësi
që mund të jetë mirësi edhe dhunti për sqarimin e të vërtetës. Pra nëse njeriu ka oratori, e di gjuhën mirë, domethënë edhe flet për ta sqaruar të vërtetën që e ka zbritur Allahu subhanahu wa taala, atëherë kjo është mirësi dhe dhunti e mirë për cilës do të fitojë në dunja dhe në ahiret. Këtu është dashur. Dhe mirë po ka njerëz që këtë oratori e përdorin vetëm për përfitime dhe për t'ju afruar njerëzve. Sidomos ata që janë me pozita, kjo është e urryer dhe është, domethënë ka paralajmërim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj në hadithin e radhës thot: "Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama sarf al-kalami li yusbi bihi qulub ar-rijal aw an-nas lam yaqbal Allah minhu yawm al-qiyamati sarfan wala adla." Domethënë kush thot pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, se I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush e mëson dhe me oratorin ose nxjerrjen ose renditjen e fjalëve, kush e mëson renditjen e fjalëve, që ti robroj zemrat e njerëzve, atëherë Allahu atij në ditën e gjykimit nuk do t'ia pranoj as pendimin, as veprat e mira. Domethënë nëse një njeri e ka mësuar, domethënë siç tha në hadithin paraprak, nëse mëson fjalë edhe fiton, do thotë, oratori që të bëhet I dashur të njerëzit për interesat të dunjas, edhe mundohet, domethënë të arrijë që t'i robroj zemrat e njerëzve, që pastaj më vonë çdo kërkesë që ta ketë, domethënë ta fitojë këtë, edhe për këtë ka shumë njerëz që kanë aftësi, por nëse u thuhet ta shpjegoj vetëm një çështje prej çështjeve bazë, domethënë të fesë Allahut, atëherë bëhet I merret goja, edhe I ndalen fjalët. Por nëse është për t'ju afruar njerëzve, edhe që të mund të hyjë të depërtojë për interesat e veta, atëherë është shumë I aftë në oratori dhe llafazani. Nëse e ka këtë qëllim, domethënë vetëm që t'i fitojë njerëzit për interesat dunjas, atëherë në ditën e gjykimit pozita e tij është pozita e rëndë. Domethënë Allahu nuk ja pranon sarf, fjala sarf, domethënë është për qëllim teubja, pendimi, largimi nga e keqja në të mirën, edhe adl, domethënë veprat mirat preferuara që janë nafile. Nuk I pranon ato Allahu për shkak këtij qëllimi. Domethënë kur zemra është kështu e papastër, do thotë nuk pranohet tek Allahu vepra që del prej kësaj zemre. Dhe në hadithin e radhës që flet për fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si kanë qenë, thot wa an Aisha radhiyallahu anha qalet: "Kana kalamu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faslan yafhamuhu kullu man sami'ahu." Pra thot Aisha radhiyallahu anha, fjalët ose fjalimi I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë I qartë ose I qartësuar, I ndarë, domethënë në mënyrë qartë, që e ka kuptuar secili që e ka dëgjuar. Dhe po ashtu ka thënë: "Kana yuhaddithuna hadithan law 'addahu al-'addu la ahsaha." Domethënë na fliste pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose na mbate fjalim që nëse kishte dashur dikush që t'i numëroj fjalët e tij, do t'i kishte numëruar. Pra nëse I ka folur në atë mënyrë të qartë dhe të ndarë, domethënë dhe të pakt, fjalë të pakta, që po të kishte dashur dikush, kish mund t'i numëroj fjalët, madje ndoshta edhe shkronjat që I ka shqiptuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ashtu ka thënë Aisha radhiyallahu anha: "Innahu lam yakun yasrudu al-haditha kasardikum." Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk I zgjaste fjalët kështu siç zgjatni ju. Domethënë fliste shkurt, me kuptim të plot dhe të qartë, pa u zgjatur shumë si e zgjatni ju në këtë kohë. Do thotë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë
pra kështu të ndara, dhe kjo ndarja do të thotë të qarta, jo të ngatruara fjalët me njëra tjetrën, ose si belbzim, domethënë ndonjë fjalë, edhe një fjalë tjetër që mos merret vesh, por secila fjalë e qartë, e ndarë nga fjala tjetër, siç është edhe cilësia e Kuranit, ka thënë Allahu, wa innehu laqawlun fasl. Domethënë Kurani është fjalë e ndarë, e qartë. Domethënë nuk ka ngatrime aty. Dhe kështu flasin njerëz që janë edhe të pastër, ciltër me atë që e thonë, kanë synim të pastër, jo prapavi, i thonë fjalë të qartë. Edhe që tema për cilën flasin është temë e saktë, nuk ka gënjeshtra në to. Gënjeshtari patjetër ka aty diçka fjalë të lakuara, të mbështjellura, të paqarta, ose edhe nëse e flet të vërtetën, mirë po ka synime të tjera, e sheh se njeriu patjetër belbzon. Domethënë do i ngatron fjalët, edhe nuk mund ta thotë deri në fund me zë të qartë. Pra fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë me këtë qartësi dhe këtë qetësi, gjithashtu fjalë të qeta, që po të kishte dashur dikush të filloj t'i numroj, i kishte numruar fjalët e tij sallallahu alaihi wasallam. Edhe sërd, fjala sërd, do të thonë zgjatje, pra nuk është stërzgjatur, po ka fol me atë që është qëllimi, direkt, do të thonë, dhe qartë. Ajo që është qëllim të thuhet. Për këtë shkak, edhe e vërteta është se janë mbledhur, janë numru fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë dihet në ky libër sa fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka, ky libri sa ka, do të thonë edhe mund të bëhen gjitha dhe dihen sa janë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe mirë po, edhe pse janë këto fjalë të numruara, do të thonë në to ka dritë dhe udhëzim dhe mirësi, dobi, urtësi të shumta, do të thonë me fjalë të pakta. Dhe po ashtu ato që janë transmetuar prej fjalimeve të tij, do të thonë hutbe, ndonjëherë disa hutbe janë të transmetuara, disa ose ndonjë fjalim, për shembull, ndonjë rast caktuar, kur ta shohësh është i gjithë fjalimi gjysmë faqe ose një faqe në libër që është shkruar, do të thonë fjalim i plot, por me fjalë të numruara. Edhe kjo është cilësi që duhet të synoj secili njeri, do të thonë që mos jetë llafazan, por të jetë, do të thonë të flasë me kuptim të duhur. Pastaj në hadithin e radhës thot wa an Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. Pra ka thënë Abu Huraira radhiyallahu anhu se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë kur ta shihni se një robi i është dhënë zuhd, do të thonë asketizëm ose jo vrapim pas dunjas, zuhd në dunja dhe të folur të pakt. Kur ta shihni se i ka këto të dyja, atëherë afrojuni atij sepse atij i jepet urtësia. Atij i jepet urtësia. Pra kur njeriu i ka këto dy cilësi, që është zahid, do të thonë nuk është i dhënë pas dunjas. Dhe fjala zuhd nuk do të thonë largim prej të mirave të dunjas që t'i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala ose prej asaj që është halal. Por zuhd do të thonë largim nga lakmia, do të thonë dëshira e vazhdueshme për ta mbledhur dunjan dhe largim nga ajo që ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Kjo është zuhd. Nëse e sheh njeriu se i ruhet haramit dhe do ta fitojë pasurinë vetëm me halal dhe nuk e harxhon gjithë kohën e tij vetëm për fitimin e pasurisë, duke i lënë anash, do të thonë obligimet fetare ose obligimet familjare, por është mesatar, do të thonë e kërkon me halal atë që është mjaftueshme për ta dhe për ata që i ka në kujdestari. Do të thonë kjo është një aspekt. Dhe nga ana tjetër kur e sheh që nuk flet shumë, do të thonë nuk zgjerohet shumë në fjalë të kota,
në person lëvdatat vetvetes, ose qërtim të tjerëve, ose përgojim të tjerëve, ose bartje të fjalëve, nuk flet pa dituri, ndalet vetëm deri aty ku e ka diturin, më thënë flet pak dhe me kuptim dhe të sakt, atëherë afroju ati njeriu, sepse ati tek ai do të fitosh urtësi, ati do të japë Allahu patjetër urtësi, dhe urtësia është mirësi e madhe, është diçka që është vetëm dhurat nga Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë Allahu, yu'til hikmata man yasha. Do të thënë Allahu ja jep urtësinë kujt të doj. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kathira. Dhe kujt i jepet urtësia, atij është dhënë mirësi e madhe. Dhe urtësia është udhëzimi. Do të thënë Allahu subhanahu wa taala ka quajtur edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam urtësi, ka thënë për të, ka thënë wa yuallimuhumul kitaba wal hikma. Do të thënë u mëson njerëzve librin e Allahut dhe urtësinë. Dhe këtë urtësi mund ta fitojë njeriu që ka këto dy cilësi, këtë përmirësim në moral, edhe kjo padyshim është pjesë e moralit, që njeriu të largohet dhe të ikë nga harami, ta kërkojë pasurinë vetëm me halal dhe të jetë i kënaqur me atë që jep Allahu subhanahu wa taala, mos e nxjerr gjuhën sigur qeni që e nxjerr kur është që duket si etur, edhe pse nuk është i etur. Do të thënë ajo është cilësi që e ka përshkruar Allahu subhanahu wa taala, do të thënë cilësi e keqe që e kanë disa njerëz pas dunjas. Do të thënë nxjerrin gjuhën në këtë mënyrë, edhe pse nuk kanë varfëri, nuk kanë ndonjë, do të thënë nevojë të skajshme, por janë që vrapojnë pas dunjas. Në këtë rast humb urtësia, nëse është i dhënë njeriu vetëm pas dunjas, edhe kur flet shumë patjetër se do të bjerë ngabime, edhe tek ai mungon urtësia. Pastaj në hadithin e radhës thot, wa an Burejda radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna min al-bayani sihran. Pra thot Burejda radhiyallahu anhu, kam dëgjuar të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë, inna min al-bayani sihran, do të thënë ka disa fjalime ose ka disa oratori që janë magji. Wa inna min al-ilmi jahlan, dhe ka dituri që është ignorancë. Wa inna min ash-shi'ri hikaman, dhe ka disa prej poezive që kanë urtësi ose do të thënë domethënie të mira. Wa inna min al-qawli iyalan, dhe ka disa fjalë që janë do të thënë të humbura. Pra e kanë humb rrugën. Inna min al-bayani sihran, do të thënë ka fjalim që është si magjia. Kanë thënë dietarët se kjo është paralajmërim ose qërtim i shumicës fjalimeve. Do të thënë ka fjali që janë si magji, sepse magjia është diçka me të cilën magjistari e bën të pavërtetën të duket e vërtetë, ose atë vërtetën duket sigur nuk është, duket e pavërtetë. Edhe kështu ka disa fjalime dhe disa oratori të njerëzve që i magjepsin njerëzit, edhe e paraqesin batilin si hak, kurse hakun e paraqesin batil, e paraqesin bidatin së sunet, sunetin si bidat, i paraqesin njerëz të sunetit si njerëz më të prishur, kurse njerëz të prishur i paraqesin si më të mirët. Do të thënë ka magji të këtillë, do të thënë ky fjalim që është magji që e ndryshon realitetin. Do të thënë ka fjalim me fjalë njerëz të ndryshojnë realitetin. Edhe për këtë shkak do të thënë kjo fjalë është kjo fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ky hadith është paralajmërim nga ky lloj i fjalimit. Edhe ka yarhamukallah. Dhe ka thonë ka dituri që është ignorancë. Do të thënë dituria mësohet për të punuar sipas saj. Mësohet që ta dish ku është kënaqësia e Allahut, do të thënë si na ka urdhëruar Allahu të besojmë tek ai dhe çfarë na ka urdhëruar Allahu që të veprojmë dhe si t'i bëjmë këto vepra. Ky është qëllimi i diturisë dhe të punosh sipas saj. Atëherë kjo është dituri dhe dituri që bën dobi. Mirë po ka ndonjë dituri që është e padobishme, prej saj nuk ka nuk do të bëj dobi as në iman,
as në vepra, as në moral. Ajo është prej ignorancës me cilën angazhohet njeriu, ose ka dituri që në vetvete është dituri e dobishme, por për njeriu është sikur të jesh shtuar ignoranca. Ka njerëz sa më shumë që i shtohet dituria, duket sikur më shumë i është shtu ignoranca, edhe më shumë largohet prej veprave. Prandaj do të thonë nuk duhet të jetë synimi vetëm grumbullimi i diturisë, mësimi i përmendsh i fjalëve që ti mahnitësh njerëzit, sepse ka dituri të tillë që në realitet është ignorancë, edhe dikujt më shumë i shtohet kjo. Dhe ka prej poezisë diçka të mirë, do të thonë që në përgjithësi angazhimi i tepërt me poezi nuk është i preferuar, por ka disa poezi që kanë urtësinë to dhe ka përfitim, edhe poezia është një mënyrë e fjalimit që e lehtëson përfitimin e diturisë, sepse është më lehtë për të mbajtur mend, edhe ngulitet, do të thonë një dituri ose një urtësi, një fjalë e urtë, kur thuhet në formë të poezisë, është më lehtë për të mbajtur mend dhe ka përfitime në disa raste. Dhe ka thonë wa inna min al-qawli iyalan, dhe ka disa fjalë që e kanë humbur rrugën. Do të thonë thuhen disa fjalë, i thuhen njerëzve që nuk dëgjojnë, do të thonë, ose nuk marrin vesh. Do të thonë ato janë vetëm si fjalë që e kanë humbur rrugën, nuk dinë ku të shkojnë, nuk zën vend te zemrat e njerëzve. Edhe prandaj gjitha këto japin të kuptojmë se duhet të paksohen fjalët. Do të thënë, mos bëhen fjalë të tilla që ta shtrembrojmë realitetin me fjalë, mos jenë fjalë që shfaqin ignorancë, mos jenë fjalë të humbura që nuk zën vend askund. Do të thënë, por të fliten vetëm fjalë që sjellin dobi dhe zën vend. Pastaj ka thënë, dhe kjo është hadithi i fundit në libër, ka thënë wa an Amr ibn al-As radhiyallahu anhu أنه قال يوما وقام رجل فأكثر القول. Do të thonë, është transmetuar nga Amr ibn al-As se një ditë është ngritur një njeri dhe ka folë shumë. Do të thonë, e ka tepruar me fjalim, dhe Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ka thënë law qasada fi qawlihi lakana khayran lahu. Sigur ti kishte shkurtu fjalët, do të ishte më hajër për ta, më mirë. Do të thonë të kishte fol më pak. Pastaj ka përmendur hadith. Dhe kjo është rruga e selefit, sidomos sahabët. Do të thonë ka thonë një fjali të shkurt. Sigur të kishte fol më pak, do të ishte më mirë. Edhe me kaq është mjaftu. Pastaj argumentin, fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë e kam dëgjuar të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë laqad ra'aytu aw umirtu an atajawwaza fil qawl. Pra i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë jam i urdhëruar që të shkurtoj fjalët. Do të thonë të flas pak. Pra i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Fa inna al-jawaza huwa khair, sepse shkurtimi është mirësia. Do të thonë më pak fjalë është më mirë. Kurse teprimi i fjalëve, edhe këto pak fjalë, do të thonë fjalë me kuptim dhe me argument. Thënë flet pak fjalë edhe sjell fjalën e Allahut, fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është ajo që ndikon dhe sjell mirësi të shumta, kurse teprimi i fjalëve, larg argumenteve, pa përmendur, ka mundësi dëgjon dikon flet e mban hutben 1 orë e zgjatë që është në kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe aty ndoshta përmend një ose nuk përmend asnjë ajet ose hadith. Edhe që do të thonë se në ato fjalë nuk ka hajër. Prandaj kanë thënë fjalët e selefit kanë qenë pak, por me dobi të shumtë. Kurse fjalët e halefit më vonshmëve janë të shumta, por me dobi të pakta. Prandaj thotë kjo është rruga që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ky është morali i lartë që të përforcohet akidja gjithashtu, me moral të lartë, me ndjekje të këtyre udhëzimeve për të folur pak, vetëm me argument. Pse kanë deviju
sektet e ndryshme në akide, për shkak të fjalëve të shumta. Edhe si janë quajtur ata dhe krenohen ata me këtë, quhen ilmul kalam, do të thënë veten e quhen si ulamaul kalam, do të thënë dietar të fjalëve. Pra jo dietar të Kuranit dhe Sunetit, por dietar të fjalëve, që din llafazani të shumt të bajnë, edhe duke folur për temat që i dim dhe për ato që nuk i dim, duke folur për gajbin, për Allahun subhanahu wa taala, fjalë që për cilat Allah nuk ka zbritur asnjë argument, nuk ka shpallur asnjë argument, nga kjo ka ardhur devijimi. Prandaj udhëzimi është diçka e shtrenjtë, edhe është shumë e rrallë, diçka, domethënë një gjë shumë e rrallë, është shumë e shtrenjtë, duhet të ruhet shumë me vlerësim të madh dhe të flitet vetëm për sipas udhëzimit. Kurse teprimi me fjalë edhe nga ana e të folurit, po edhe nga ana e dëgjimit. Do të thënë kjo kurreshtja për të dëgjuar fjalë të lloj-llojshme, edhe dëshira për të folë fjalë të shumta e sjellin devijimin. Prandaj keni kujdes, flitni vetëm atë që është mirësi dhe që sjell dobi dhe ajo për cilën ka argument të padyshimtë. Edhe nuk është e domosdoshme që çdo herë në secilin debat të fitosh. Nuk është patjetër çdo herë ta fitosh ti debatin, sepse përkundrazi i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, i garantoi një shtëpi në mes të xhenetit atij që braktis debatin edhe nëse është në hak, edhe nëse është në të vërtetën, do të thënë e vërteta është me ta, mirë po largohet prej polemikës, do të thënë i pakson fjalët, e ka thonë hakun, edhe e ka sjell argumentin edhe largohu. Nuk ka nevojë për zgjatje dhe për zgjerim të madh. Atëherë, do të thënë këtë mënyrë që të ruhet udhëzimi, duke e angazhu kohën me mësim të diturisë së dobishme dhe me adhurime, sepse adhurimi në rehati është siguri për momentet e vështirësisë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan, do të thënë paraprini me vepra të mira fitneve, që do të vinë, që do të jenë si pjesët më të errta të natës. Do të thënë paraprini tani kur jeni në siguri, e njihni udhëzimin, bëni vepra të shumta, të mira, edhe atëherë kur do të vinë vështirësitë dhe mjegullia dhe përzierja e fitneve, errësira e fitneve, atëherë këto veprat e mira që i kemi bërë në rahati janë drita që me cilën Allahu subhanahu wa taala i shpëton robërit e tij. Elusim Allahun e madhërisëm me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta që të na bëjë të dobishme atë që na ka mësuar, të na mësojë atë që na bën dobi, na shtoj diturinë, ta përmirësoj gjendjen tonë tërësi dhe mos na lërë të mbështetur në vetet tona asnjë çast. Elusim Allahun që të na udhëzojë në rrugën e drejtë, rrugën e atyre që i ka begatuar me mirësitë e tij dhe jo në rrugën e atyre që e kanë shkaktuar kundër vete zemrimin e Allahut, as në rrugën e atyre që janë të devijuar. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Ky është përfundimi i librit Usulul Iman të autorit Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. E falenderojmë Allahun që na mundsoi edhe këtë ta përmbyllim dhe ta përfundojmë dhe lusim atë që të na japë sukses për çdo gjë që e do ai dhe që është i kënaqur me ta. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.